Mbi 60 deri në 70% turizm gjerman. Sot mbashtrojmë rreth 900 krerë bakti. Jemi aktualisht 14 punonjës në fermë. Ne disponojmë 13 bujtina druri dhe 5 dhoma standarde. Minimumi të ushqemi mirë, të ushqemi bio. Le të themi ka filluar, pasi unë jam shumë i lidhur vetë me natyrën personalisht, është diçka që unë e dua natyrën, prej herët, prej fëmijë, domethënë baba im gjithmonë më merrte me veten natyrë pasi ka qenë gjuetar, edhe unë jam lidhur aq shumë sa që, si thon, më duhet të dal patjetër në natyrë një herë në 2 javë, në atëherë se tashmë jam për çdo javë në natyrë, por duke qenë si banor i qytetit Gramshi deri në moshën 19-20 vjeçare, dhe më pas i larguar dhe duke njohur gjithë terrenin e qytetit ton, zona turistike, të cilat janë vërtet shumë të bukura, atraksione që Gramshi ka, mendova t'i rikthehem përsëri me një investim sikur ky që kemi sot. Domethënë, por nuk ka qenë kështu që në fillim, sepse ai është rritur vetveti, miqtë tanë kanë rritur atë. Kështu që besoj se sot jemi pak lart, po iniciativa e parë kryesore ka qenë të krijoj një folet vogël në natyrë për familjen time. Minimumi të ushqemi mirë, të ushqemi bio. Dhe ndërmora një nisëm të tillë që le të themi së bashku me Endrin Djendri, është djali që le të themi e kemi ngritur bashkë të fermë prej fillimit. Kemi vendosur rreth 150 krerë bakti të imta dhe prej 5 vjetësh duke u rritur ne, duke u rritur ato, duke u rritur miqtë tanë së bashku. Sot mbashtrojmë rreth 900 krerë bakti. Quhemi një fermë e konsoliduar tashmë, duke pasur bazën më të fortë, blegtorinë edhe bujqësinë. Janë 2 faktorët kryesorë që krijojnë një agroturizëm të suksesshëm. Pra duke pasur këmbët në tokë, si e themi ne ecim përpara krenar tashmë. Ne kemi filluar së bashku me një shtëpi shumë të vogël, sa me hy vetë më njërë, e kupton sa me pare si do jetë, qysh do jetë, do vazhdoj kjo histori, edhe më ndërtu një shtëpi të vogël, le të themi rreth 40 metra katror. Kemi po duke filluar punën me baktit, me prodhimet, me këto gjëra, ndindi ideja që këto që prodhojmë, ku t'i çojmë tani, kupton sepse prodhimi po rritej goxha si prodhim, edhe diku e çonim baxhot, pastaj pak më vonë lindi ideja që në Endrit, pra unë bashkëpunoj me një familje shumë të mirë këtu, shumë punëtor, cilët janë krau i imediat për sa i përket punës, dhe duke lindur ideja e prodhimit, po thoshim atëherë, po sigur ta marrim dhe mamin ke punë që na shërbej për sa i përket produkteve. Edhe kështu nga dal erdhi Jema, erdhi Jati, erdhi Motra, erdhi dikush tjetër dhe sot ne jemi aktualisht 14 punonjës në fermë. Biofarm Gramsh ndodhet në nivelin 950 metrë nga niveli i detit. Gramshi vetë si qytet është rreth 230-250 metra. Dhe nga Tirana ne ndodhemi maksimumi, ju themi miqve, 2 orë larg. Sepse rruga, le të themi, është shumë e bukur për gjatë derisa të arrish qytetin e Gramshit, por si gjithmonë ajo ëmbëlsira për në fund janë 7 kilometra, cilat nuk janë të shtruara, janë çakull, por i kalueshëm. Duke pasur më shumë infrastrukturë, ne do kemi më shumë të punësuar. Do kemi akoma më shumë persona punëtorë që punojnë nga qyteti Gramshi, që punojnë nga zonat rurale dhe ne zhvillojmë së bashku zonat rurale. Dhe aktualisht ne kemi formuar dhe një SHBB, e cila është një mini kooperativ e formuar nga unë për 11 antarësh, cilë janë në gjitha nga zona e Gramshit dhe Cerriku, dhe kemi një projekt shumë bukur, sikur është Mistri i Sulovës. Mistri i Sulovës është lënda e parë për bukën, për ballokumen, për ëmbëlsirat, për çdo gjë tavolina i përmbahet ushqimit. Dhe është produkti që ka shumë proteinat më të mira. Gramshi ka atraksione shumë të bukura turistike, duke filluar nga liçeni i Banjës, është kanjoni i Holtës, është ujëvarja e Sotirës, është Biofarm Gramsh, është liçeni i Zambakëve, është Grabove Sipërme që dikur ka qenë qytet me 12.000 banorë dhe sot janë disa kisha shumë të bukura dhe ura me harqe, është qytet me plot të histori. Është mali Valamarës, është mali më i lartë i Gramshit, është rreth 2373 metra. Dhe atje sipër janë afro 10-11 liçene, diçka e tillë, mini liçene, por shumë bukur, është vërtet një perlë e natyrës shqiptare. Kështu që ne vizitorët i mbajmë pa frikë këtu rreth 2-3 ditë. Dhe ajo që ne bëjmë është hiking, ecje në mal, me apo pa shoqërues, bëjmë ecjet me kuaj, bëjmë off-roadin me motora quad ose me off-road,
edhe gjitha këto ofrohen nga ferma janë. Pasioni im që më ka mbështetur gjithmonë dhe shpesh herë dhe ne kemi malin për krah me është mali të Morrit. Është një mal me vërtet, ne i themi është mal gjigant, sepse ka shumë energji pozitive, edhe ai asjes më ka lënë të shterin këto energji për natyrën, për Gramshin dhe për turizmin e qytetit tonë. Kemi edhe tuaj shumë. Aktualisht ne kemi disa kontrata për këtë vit me francez, me polak, me holandes, me italian, ndërsa më të shumti për gjatë që vizitohet javë janë gjermanët. Nuk di pse janë vetëm për gjatë javës dhe jo në fund javë, por java është e mbushur le të themi mbi 60 deri në 70% me turizëm gjerman. Atëherë ne disponojmë 13 bujtina druri dhe 5 dhoma standarde. Pra ofrojmë rreth 18 dhoma në total dhe si shtretër janë gati 65 shtretër. Pra është një numër i konsiderueshëm për fermën tonë, por realisht ne kemi nevojë sërish edhe për rreth 4-5 dhoma tjera. Dëshirojmë ta çojmë numrin në 85 deri në 90 shtretër, pasi kapaciteti i lokalit tonë është i mjaftueshëm dhe produktet që ne kemi janë vërtet shumë të mira dhe mundemi për kapacitet që të konsumojmë akoma produktet tona. Pra objektivi jonë është që produktet që ne prodhojmë t'i konsumojmë në fermën tonë dhe të blihen nga miqtë tanë që na vizitojnë, akomodohen dhe vizitojnë Biofarm Gramsh. Realisht ne jemi të mbështetur fort në fermën tonë, pasi sikur thash ne mbashojmë rreth 900 kerba këti, dhe baza e forte ose dhe themi lënda e parë kryesore një agroturizmi është mishi, është qumshi, është djathi, është gjalpi, janë gjithë në produktet e qumshit. Kështu që ne jemi sy hapur për krah çdo lloj situate për sa i përket ushqimit. Pra i themi krenar, gjithë miqtë mi se erdhët dhe produktet që ne i ofrojmë në tavolinë janë 100% bie. Ju themi edhe datën e prodhimit, moshën e baktisë, kilogramët, dim çdo detaj të produktit që ne shërbejmë nëpër tavolinat tuaja. Ajo që mendoj unë që është e para është natyra dhe mikpritja shqiptare. Sepse ata prej Gjermania ata shohin parën, shohin natyrën, shohin mikpritjen, le të themi atë traditën tonë nëpër Instagram, nëpër Facebook, nëpër rrjetet sociale, ama kur vinë këtu pastaj provojnë ushqimin është diçka tjetër komplet, nëse i bën dashurohen komplet me Shqipërinë. Dhe mikpritja dhe ushqimi shqiptar janë si askund në botë, këtë ja u them me plot goje. Por si Shqipëria nuk ka për mikpritje dhe për ushqim. Atëherë ne kemi mishin, ne tregtojmë mishin e qingjit, mishin e deles, mishin e kecit, mishin e derrin e butë, kupton që janë produkte gjitha të fermës tonë, pastaj kemi në produktet qumshin, gjalpin, djathin, gjizën, hirrin që është nga produktet më të shitura realisht, pasi është një le të themi ilaç për trupin e njerëzit. Dhe produktet që ne prodhojmë këtu, plus aty çka prodhon ferma, janë edhe ato çka natyra na ofron. Janë gjitha frutat, lëngu i thanës se kemi në primar, në vjetë kemi prodhuar rreth 5.000 litra lëngë thane. Dhe akoma jemi, pra ne shikojmë për çdo vit që të kapim produkti si vjetëm, kapim vitin tjetër. Dhe vërtet natyra asnjëherë nuk na ka lënë pa produktet e saj kaq të mira. Nëse i ke njerëzit e dur dhe të kuptojnë në atë vizionin tënd, nuk është shumë e vështirë. Por nëse njerëzit i vinë në punë vetëm për të marrë pagesën dhe ikin, atëherë shumë e vështirë. Punojësit tanë, falë Zotit dhe falë atyre që i themi shumë herë faleminderit, na kanë mirë kuptuar, na kanë mbështetur, na ngjetur krah ditën, natën, pra janë nga ata punojës që nuk e shohin orën kur kanë për tika apo kur kanë për tar, pasi e ka kuptuar që agroturizmi nuk funksionon në orar. Agroturizmi është një shtëpi e madhe, një derë e hapur që i mikpret njerëzit nga mëngjesi deri 24 orë pa pushim. Pra mundohemi gjithmonë të jemi derë hapur dhe mikpritsa. Të gjithë rinjve që le të themi shikojnë Instagramin, shikojnë Facebookun, do t'ju thosha shumë herë më mirë që le të afrohen pranë nesh, sepse realiteti derisa dalin ato gjërat e bukura nuk është aq e lehtë asnjëherë. Çdo punë ka mundin e saj, mbrapa skena ka një ekip pune aq të madh, saqë për të dalë diçka e bukur duhet punë. Dhe unë ju ofroj të gjithë të punojnë, pasi puna është ajo që do t'i stërvisi me jetën, puna është ajo që do t'i japi ekonominë, puna është ajo që do ta përkrahi për gjithë jetën. Kupton, pra të punojnë, le të vinë edhe krah nesh, edhe dikujt, edhe nëse ka mundësinë vetë ta provojnë, po të luftojnë, po mos dorëzohen asnjëherë, sepse nëse një punë e bën me pasion, ti je i sigurt që do arrish atë që do. Unë jam Julian Shqyriu,
sipërmarrësi i agroturizmit Biofarm Gramsh në qytetin e Gramshit, Shqipëri.